Shikoj njerëzit sot çka bojnë. Edhe udhën e zojnë. Edhe udhën e zojnë. Me cilën të drejtë sot dikush shkon e zën një pjesë tokës edhe e shkon aty parking për vetura. Aty parking për vetura. Po shumë let mara kanë me fitu qështu. Zënën i tokë me fuqi, me mafia, me shtet. Edhe që kjo toka e me kush i parkon këtë veturat me pare. Po ama një ditë kina me dalë për para Zoti Gjelle Gjelalu. Ati si kia ato njerëzë që s'ka nejtë mas atje. Si kia ato mafiat atje. Atje ka Gjibrail dhe Mikail dhe ka Rabbul Alemin. Si i zonjë njëzit tokat e Zoti Gjelle Gjelalu. Që kjo toka e me ti shkuzo me parku këtu veturën. Si ka mundësi këtu? Si ka mundësi me qëfar mene e ban këta? Edhe shkuzo kërkush me folë. Pse? Se pas ka shpinë me folë. Ama le ta di njerëzit se është mbi qiell një Zot i madh te bareke ve teala. Që wallahi kanë vdek faraonat, e kanë vdek kriminal të mëdhoj. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Mbi shpinën e veç një muslimanit me hangër padrejtisht. A çka thonë se hanë shpinën e këtë muslimanëve? Çka thonë se ati parët e këtë njerëzve? Në jetën e këtë njerëzve, jo aze udhën, pse kush ta bani beti këtë tokë, kush shkruan këtë tokë që ajo jotja. Si e zabet tokën e Allahu Gjelle Gjelalu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e uzurpon një tokë pa të drejtë, janë ngarkon Allahu 7 tokë në ditën e Kiametit, janë ngarkon qafë, edhe ai mban qafë.